Veç rrën të ndikë. Sillë delane i kënej. Bati havgjine dhe na. Bati avgji, a përkthejsh fjolla bati avgji si pas te? Zbesoj. Jo, rregull, kështu që i gjete 3 fjalë që i përdorëm shumë ne shqiptarët edhe nuk përkthehen asnjë gjuhë tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Si je, mirë? Mirë, faleminderit. Po jo. Mirë, faleminderit. Jemi pra emisioni 05, jam son sheshin e Ferizajt për një lojë shpërblese nga kombimorja e kriptovalutave XOSMI. Pyetja që kam për sot është, a mundësh me i gjetë 3 fjalë që i përdorëm na shqiptarët edhe që nuk përkthehen në asnjë gjuhë tjetër? Tulibukos, 1, Baxhanak, 2, edhe një... hajde ku kemi? Dytë parat i gjete shumë Po, shpejt. dytë parat po. Tulibukës i sigur që nuk përkthehet? Je, sigur 100%, për shqiptarët e kena. Okej. Pa tjetë s'kan tuli. Ja, s'kan. Kure i kanë. Okej. Edhe një, s'pedi, valloj. No, po. Qa dullet në shesh, qa ki të bokni? Valloj, kërë dhe të ambulonta, Okej. edhe... Kut lirë, për shembull, se kur një njëri veç rren. Qysh quhet ai? Qysh quhet? Qysh i thojnë ana? Veç rren të ndikë. Sillë delane i kënej. Bati havgjine dhe na. Bati avgji, a përkthejsh fjolla bati avgji si pas te? Zbesoj. Jo, rregull, kështu që i gjete 3 fjalë që i përdorëm shumë ne shqiptarët edhe nuk përkthehen asnjë gjuhë tjetër. Kështu që e mirësh me kripto? Mirë, Len shet? po, blie, Okej. shes kanë janë, po. Po besoj ke po që zakonisht në kombimori janë 1%, 2 ose 3 provizion, ndërsa me këtë përgjigje të saktë që edhe ti, mundesh me shku, me tregtu edhe i ki 0% provizion nga XOSMI. Urna kuponin, faleminderit. Faleminderit. Përshëndes. Natën e mirë, respekt.